Çfarë është matemi për besimtarët Bektashi? Matemi për fen ton beksharniane është një mbajtje në përbospirje uji 10 ditë, duke filluar nga data 26 qershor në orën 4 mbasdite. Dhe kjo është shenjë në mbrojtje të luftrat që kanë bërë në feja bektashiane, ku ata janë një muaj nuk kanë pirë ujë dhe Abasaliu me latën kalë me 3 fosha kaloi rrethimin dhe vajti i hapi ujtin. Një muaj që ka qenë pa ujë feja në kalan e tyre. Dhe kështu qysh atëre neve e kujtojmë atë matemin, e quajmë matem, masi nuk pimë neve 10 ditë për kujtim të tyre. 10 ditë nuk pimë ujë. Çfarë hahet dhe çfarë gatuhet për hahet nga të gjithë llojet e ushqimit. Mundet të pish një pijen tonë që e bëjmë neve, edhe i themi rehani, do më thënë pekmes me ujë, rehani në pimë, po jo ujë. Ja, kjo është 10 ditë pa ujë. Kjo është shenjë e besimit. Shenjë e besimit bektashiane. A ka ide të tjera në lidhje me këtë lloj feste? Nuk ka asnjë tjetër, nuk ka të bëj as me muslimanët që marrin Ramazane, që marrin. Jo, nuk ka të bëj. Kjo është shenja jonë e bektashianëve që e mbajnë matemin. Se pikërisht e ka marrë emrin matem? Matem, jo, është nga feja dhe nga gjuhët e huaja, nuk e di këtë, por ne kemi quajtur matem kryegjykata, se kjo ka vazhduar jo kur erdhi kryegjykata në Shqipëri, dhe kur ka qenë kryegjykata në Stamboll, këto vazhdonin matemi, vazhdosh, edhe ne përsëri kemi vazhduar këtë me që Babamondi është për gjithë fen bektashiane, edhe e bën matemin e festojnë. A do kishit ju ndonjë thirrje për gjithë besimtarët Bektashi në këtë ditë? Jam plotësisht dakord me ju që i bëj një thirrje gjithë bektashinjve ta kujtojnë dhe e mira është dhe ta mbajnë matemin në shenjë kujtimi të fesë tonë. Kjo është gjë më e bukur për ne.